që del dhëmbi i parë tek fëmijët. Zakonisht mosha 6 muajsh është koha kur dalin dhëmbët, plus minus, sepse ka variacione edhe nga kjo kohë. Do të thonë ka raste që edhe në 4 muaj fillojnë dalin dhëmbët e parë, ka raste që edhe pas 6 muajve. Megjithatë, kjo është një mesatare, do të thonë, kur fillojnë dalin dhëmbët e qumshit tek fëmijët. Kjo është një fazë shumë e rëndësishme e jetës. Do të thonë, dikush rreth moshës 1 vjeçare janë disa dhëmbë të parë të dalur dhe nga mosha 2 vjet e gjysmë 3 kompletohet komplet denticioni i dhëmbëve të qumshtit që janë 20. Kjo është një fazë shumë e rëndësishme e jetës, siç thash, për shkak se prindërit realisht nuk është që i kushtojnë shumë rëndësi duke menduar se këta janë dhëmbë që gjithsesi do të ndërrohen, domethënë gjithsesi do zëvendësohen me dhëmbë përhershëm dhe neglizhohet. Megjithatë, do duhet të ishte krejt e kundërta, pasi këta dhëmbë kanë shumë rëndësi të veçantë. Normalisht që në fillimet ju ndihmojnë fëmijëve për përtypjen e ushqimit, pastaj për të folurit, pastaj ndikojnë në ruajtjen e hapësirës për daljen e dhëmbëve të përhershëm, ndikojnë në zhvillimin e nofullave dhe çdo proces që